Kryesfida e javës së 10 të Superligës shqiptare respektoi pritshmëritë. Egnatia dhe Vllaznia i dhanë të gjitha në fushën e lojës në një 90 minutësh që prodhoi gola, penallti dhe karton të kuq, por në fund nuk pati fitues. Gjithçka përfundoi në barazim 2-2 në një ndeshje të bukur dhe plot emocione. Shkodranët e mbyllën pjesën e parë në avantazh fal një goli të shënuar nga Kallaku. Rogozhinasit reagojnë duke barazuar shifrat me Jahajan. Në minutën e 73 episodi më kulmor i sfidës, një 11 metër që ia kurduar për Vllaznin dhe kartoni kuq për Fangajn. Shkodranët kalojnë në avantazh fal golit të shënuar nga pika e bardhë e penalltis nga bomberi Bekimbalaj, ndërsa vendasit mbeten me një lojtar më pak në fushë. Por Egnatia nuk dorëzohet dhe barazon sërish këtë herë me Jajme, që dërgon topin në rrjet pasi skeme të bukur të organizuar me Aleksin. Mbyllet kështu në barazimin 2-2 supersfida e kësaj jave. Vllaznia ngjitet kështu në kuotën e 20 pikëve dhe ndan tashmë kreun e renditjes me Elbasanin, ndërsa Egnatia mbetet në kuotën e 19 pikëve. Vjen shumë keq për djem sepse u mundun maksimum, lan gjithçka. 10 minutat e fundit, duke fituar 2-1 me një lojtar më tepër, kjo është ajo që më vjen keq më tepër se gjithçka. Ne duhet kuptojmë sa e rëndë është fanela, duhet kuptojmë më së miri sepse duhet bindemi që jemi më të mirë. Në ata momente do të jenë shumë më lehtë edhe fitimi i ndeshjes, kështu që duhet punojmë në anë psikologjike me djem sepse sot merituan fitore, në momentet e fundit mushin me menaxhu më mirë lojën edhe më arritë fitore. Më vjen keq sepse sakrifikuan shumë. Përpara pretendosha ta fitosha ndeshjen, por gjithsesi edhe barazimi do ishte mirë, por mënyra se si erdhi më keq. Prandaj them, duhet jena më besim veti, duhet ta kena parasysh kush jena, duhet ta shohim veten pasqyrë dhe të bindet gjithë secili që janë më të mirë. Kështu që duke punuar këtë drejtim sepse duhet kesh besim, duhet kesh personalitet dhe sekondat e fundit për me fitu ndeshjen, gjë që deri tani na ka çalu dhe duhet ta rregullojmë patjetër. Ajo që më jep moral është që kena luajtur 2 herë me Egnatin, ekipin kampion, një herë kena fituar, një herë sot kena barazu. Domethënë jena në nivel shumë të mirë. Them që e vetmja gjë që na mungon është besimi në veti që duhet ta marrim me patjetër.